Rastet e përleshjeve të adoleshentëve nuk janë të ralla në shoqërinë tonë në nivel vendi. Ato tashmë janë bërë të zakonshme në vendin tonë dhe pothuajse shumë shpesh raportohet për sherrë të ndryshme, motivet e të cilave shpesh dalin të jenë banale. Vetëm brenda pak ditësh në qytetin e Gjakovës janë regjistruar 3 raste të dhunës mes adoleshentëve, të cilat domosdoshmërisht kanë tronditur shoqërinë. Videot e siguruara nga ekipet tona dëshmojnë se përleshjet kanë ndodhur në hapësira të ndryshme publike, duke dhënë në pikpyetje sigurinë e bashkëmoshatarëve. Pamjet e dhunës të gjiruara edhe nga vetë bashkëmoshatarët dhe të shpërndara në rrjete sociale janë bërë simboli një problemi që po thellohet çdo ditë, si rezultati mungesës së komunikimit, kujdesit dhe edukimit emocional në mesin e të rinjve. Ndërkohë, ekspertët e shëndetit mendor paralajmërojnë se normalizimi i dhunës në rrjete sociale po ndikon drejt për drejt në sjelljen e adoleshentëve. Ata kërkojnë bashkëpunim më të madh mes prindërve, shkollave dhe institucioneve për t'i mbrojtur të rinjt nga ndikimet e rrezikshme. 3 raste në pak ditë duhet të shërbejnë si një sinjal alarmi që kërkon përgjigje të menjëhershme, sepse çdo akt dhune mes të rinjëve është një plagë e hapur për gjithë shoqërinë.